Në një mbrëmje të pazakontë në Berlin, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u shfaq në rolin e artistit, duke prezantuar 13 vizatime të tij në ambasadën italiane. Veprat u ekspozuan në ambientet e misionit diplomatik në kuadër të ekspozitës personale Crystallizing, e hapur aktualisht në galerinë Societe, ku vizitorët mund të shohin gjithashtu edhe skulpturat e tij. Aktiviteti mori formën e një bisede publike, ku ambasadori italian Fabrizio Bucci intervistoi kryeministrin artist. Gjatë diskutimit, Rama ndau një sër anekdotash me tone ironike, duke rikujtuar edhe të kaluarën e tij si basketbollist. Unë jam artisti më i mirë në botë mes kryeministrave dhe kryeministri më i mirë mes artistëve, u shpreh ai me humor. Në vijim Rama trajtoi edhe çështje politike, duke u ndalur veçanërisht tek Bashkimi Evropian. BE është një bekim për ne. Roli i saj është shumë i dobishëm për ndërtimin e institucioneve dhe e di si ta bëj këtë. Është procesi më neurotik i mundshëm, por funksionon. Faltin e kemi ndryshuar, deklaroi ai. Kryeministri theksoi gjithashtu se Bashkimi Evropian ka ndryshuar qëndrimin e tij themelor pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Më parë përdornin fjalët e duhura, por veprimet nuk pasonin. Kur ndodhi pushtimi, e kuptuan se të gjithë ata jashtë bllokut mund të humbisnin, u shpreh Rama. Megjithatë, ai kërkoi përshpejtim të mëtejshëm të procesit evropian, duke cilësuar metodën aktuale si të ngadaltë dhe të mbushur me pengesa. Duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë dhe do të ecim përpara sepse kështu përmirësohemi, tha Rama. Me një ton ironik më pas shtoi: lajmi i mirë është se ne nuk do të bëhemi kurrë një Gjermani, sepse nuk jemi të aftë për këtë, por një Itali e vogël. Gjatë bisedës me ambasadorin Bucci, Rama rikujtoi edhe periudhën e tij si pedagog në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë dhe si kryetari i Bashkisë së Tiranës nga viti 2000 deri në 2011. Ai u ndal tek transformimi urban i kryeqytetit dhe evolucioni i shoqërisë shqiptare. Sipas tij, një shoqëri që fillimisht udhëhiqej nga uria dhe nga interesat personale në sferën private, ka zhvilluar gradualisht interes për hapësirën publike. Këto procese, sipas Ramës, reflektohen edhe në artin e tij përmes transformimit të formave, ashtu si edhe në punën e tij si kryebashkiak në transformimin e Tiranës. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me galerinë Societe në kuadër të Gallery Weekend Berlin. Ambasada italiane mbështeti gjithashtu pjesëmarrjen e bandës muzikore Olevano Romano Marching Band, e cila është pjesë e një vepre të artistes gjermane Annika Kars, aktualisht e ekspozuar në Muzeun Hamburg Bahnhof në Berlin.